Edhe në fund, besoj që regjisori është i kënaqur me rezultatin, apo jo? S'ka si t'jem më i kënaqur se kaq, sepse janë arrit gjithë ato marrëveshje mes meje dhe gjithë bashkëpunëtorëve të mi kreativ, kështu që jam shumë i lumtur. A si arrini marrëveshjen, jam shumë kurioztare. Një muaj e gjysë proces. Me mënyra paqësore apo si? Gjithmonë. Gjithmonë me mënyra paqësore, apo? Gjithmonë shquheni për humorin që përdorni në shfaqjet tuaja, po një pyetje pakës, me që teksti ju ka nxitur që ta vini në skenë, kush janë zgjervënësit sot? Kjo është një pyetje që shtrohet përmes shfaqjes, në mënyrë që publiku t'ja përgjigje. Nuk kemi dashur që ne t'japim përgjigje, kemi dashur që të shtrojmë pyetje, të hapim, të nxisim debat. Kjo është një vepër që mund të them që unë me gjithë bashkëpunëtorët e mi e kemi bë 50% punës e 50% publikut do t'ja përgjigje. Barën matrandja pas kalon publikut. Po, 50-50. Në ditën botërore të teatrit, çka do kishe dashur të përmirësohet që të shkojnë punat sa më mirë për teatrin dhe për regjisorët sidomos? Shumë gjëra, por Nga të fillojnë? Nga vetvetja. Po? Po. Do me thonë ju regjisorët mirë paguhen, ja? S'kemi vërejtje? Nuk është keq. Mundet edhe ma mirë, apo jo? Për ndryshën Shkup kur të punoni? Shumë shpejt, besoj. Një mesazh të fundit për ditën botërore të teatrit për gjithë kolegët e tu? Urime dita botërore të teatrit kolegëve të mi, ardashësve, shikuesve të teatrit edhe e janë në teatr.